Një armë e tillë është gjetur në liçenin e Farkës ditën e djeshme nga banorët të zonës, me të cilën dyshohet se është qelluar shtëpia e kryetarit të kësaj komune Fatbardh Plaku. Kjo armë është dërguar më pas në laboratorët e policisë shkencore, ku do të ekzaminohet për të vërtetuar nëse është e njëjta që ka qelluar mbi vilën e kryekomunarit, ndërsa hetimet për ngjarjen e ndodhur në 25 mars vazhdojnë nga Prokuroria e Krimeve të Rënda. Deri më tani ende nuk ka persona të dyshuar që mund të lidhen me ngjarjen. Burime nga grupi hetimor saktësojnë se pista për shkak të detyrës dhe ajo e konfliktit të pronësisë janë ato që qëndrojnë më shumë, por nuk përjashtohen konflikte të kohëve të fundit. Fatbardh Plaku ende nuk është marrë në pyetje nga organi i akuzës lidhur me ngjarjen, ndërsa mësohet të jetë shprehur paraprakisht se nuk ka konflikte me njeri. Kamerat e vilës Trekatëshe në zonën e Farkës së vogël fiksuan momentin kur u qellua mbi të, por ishte e pamundur të identifikojë personi. Në momentin e atentatit, familja Plaku ndodhej në banesë, por për fatin e mirë të tyre, baruti i granatës ishte i skaduar dhe nuk u bë i mundur shpërthimi. Gjetja e armës bazuka pritet të japë një kthes të re hetimit pasi do të sjellë prova të reja, të cilat mund të çojnë grupin hetimor drejt personit apo personave, të cilët kanë kryer atentatin, i cili për fat të mirë doli i dështuar.